Mirë kthyer në studion në këtë minutat të fundit të start për mëngjesin e sotëm. E thash kur hapa emisionin që në fakt ndodh që në një moment të caktuar për të ndjerë pak më mirë, kemi nevojë të bëjmë një ndërhyrje estetike, gjë që është totalisht e pranueshme, por çfarë nuk është e pranueshme, ka të bëjë me faktin që nuk mund të drejtohemi në çfarëdo lloj qendre estetike dhe duhet të sigurohemi lidhur me sigurinë që mund të marrim nga kjo qendër. Për të diskutuar lidhur me këtë tematik, kam të ftuar në studio mjeken dermatologe Silvana Mishtaku. Mirëmëngjes, mirë se doktoresh. E nisa duke thënë që nuk është e pranueshme të shkojmë kudo, të drejtohemi kudo për të bërë një ndërhyrje estetike. Dhe në fakt është vënë re gjatë viteve të fundit në Shqipëri, mbase edhe prej numrit lartë të turistëve që kërkojnë shërbime ndryshme estetike, një boom i këtij lloji shërbimi. Pse mendoni që ka ardhur kjo rritje kaq e shpejtë dhe sa e shëndetshme është për tregun? Kjo qasje ka ndryshuar në fakt që në vitin e pandemisë, le të themi, ku edhe njerëzit që dikur nuk guxonin të bënin shumë procedura për shkak të rikthimit në punë, në kohën e pandemisë, duke pasur më shumë kohë në dispozicion, filluan që të shtonin procedurat dermoestetike. Në atë momentin e parë, mendoj në fakt që dermoestetika, duke qenë shërbim luksi, do ishte e para që do prekej nga pandemia, por ndodhi krejt e kundërta. Shifrat globale e tregojnë që mirëqenia në përgjithësi, duke përfshirë këtu edhe trajtime dermoestetike, pati një ritëm shumë të lartë rritjeje. Po, këtu ndikoi në fakt edhe puna online, jeta që u bë pak më e ngadalë dhe njerëzit kishin kohë të shikonin vete në pasqyrë ose në kamerat e punës online. Merë kështu që një kujtim tani. Një kujtim, po. Kështu që u shtua kujdesin ndaj vetes. Kjo është shumë e mirë për ekonominë shqiptare dhe atë globale, pa tjetër, por që her pas here ecën me një vrull aq të shpejt sa njerëzit nuk din ku po shkojnë dhe çfarë po bëjnë. Ka një problem që zakonisht ne kemi interpretuar me dermoestetik këto ndërhyrje që kanë të bëjnë me fillera, botox, apo nuk e di se çfarë tjetër. Po nga ana tjetër ka tashmë edhe trajtime për pastrimin e thellë të fytyrës, mirëmbajtjen, pa pasur nevojë për një shiring, po themi. Por sa të sigurta janë gjitha këto pajisje që përdoren? A mund të shkojmë kudo për të bërë një filler, a mund të shkojmë kudo për të bërë një pastrim të thellë fytyre? A mund të jetë një procedurë e cila mund ndiqet nga një sër rreziqesh më tej? Absolutisht jo, nuk duhet të shkohet kudo, sepse lëkura, si organi më i madh i organizmit, me sipërfaqen më të madhe, më sakt, është bariera e parë ndërmjet ambientit të jashtëm dhe atij të brendshëm, dhe dëmtimi i integritetit të kësaj bariere mund të sjellë pasoja fatale për shëndetin. Edhe ai pastrimi i thjeshtë i fytyrës, që mund të quhet një gjë e rëndomt, sidomos në pacient adoleshent akneik, mund t'i përkeqësoj situatën. Pra mund të shtoj inflamacionin, mund të shtoj bakteret, edhe ky pastrimi ka nevojë për kushte steriliteti, pra nuk është një gjë kaq e thjeshtë që mund ta bëj kushdo. Dhe mua më vjen shumë keq që në ditët e sotme kushdo, çfarë do lloj moshe, çfarë do lloj profesioni në jetë, në një moment të bukur thot un kam qef dermatologjinë dhe un do bëj dermatologji. Dermatologjia në radh parë është një deg e mjekësisë dhe është një studim afatgjat. Pra, un sot që jam dermatologe kam kryer 10 vjet studim të lartë. 6 vjet mjekësi dhe pastaj 3 vite të tjera dermatologji dhe venerologji. Pra nuk mund dhe të shkosh në absolutisht jo. Absolutisht jo. Absolutisht jo, pa qenë staf mjekësor dhe këtu pastaj kemi shumë, le të themi, hapësira boshe të legjislacionit se kush prej stafit mjekësor duhet të injektojë dhe kush jo, që duhet të rregullohen. Do ndalem specifikisht tek një gjë, që unë e shoh të ndodh kudo. Vendosja e qerpikëve që është çështje i përket estetikës, po ajo bërja e vetullave që ka dalë tendencë këto kohët e fundit. A duhet bëhet nga një njeri specializuar që njeh me rregull, që njeh çdo rregull të ruajtjes sterile të fytyrës, të mos pasis pastaj të ndonjë infeksioni, se po themi që është një gjë që prek lëkurën. Patjetër që dhe aty duhet të ketë një trajnim të mirë dhe njohuri shumë të mira të individit që e kryen procedurën,
por del nga fusha e mjekësisë. Okej, pra këtu jemi në rregull. Është si ata që bëjnë tatuazhet, pra nuk mund të jenë mjek, nuk mund të jenë infermier, por gjithsesi kushtet e sterilitetit patjetër që duhet i njohin dhe duhet i ruajnë dhe për këtë duhet të ketë dhe një rregullator që është ligji. Patjetër. Duke investiguar, duke kontrolluar. Klient, nëse drejtohem në një qendër estetike për të marrë një shërbim që ka të bëjë me lëkurën, çfarë duhet të kontrolloj apo si mund të sigurohem që është le të themi në rregull me ligjin, që e ka të gjitha trajnimet e nevojshme dhe që mund më ofroj një shërbim cilësor pa cënuar as pak mua apo shëndetin tim. E para shikon strukturën ku po shkon, eksperiencën e kësaj strukture, emrin që ajo ka në treg, nëse kërkon të kryesh procedurë me aparatura, interesohesh se çfarë aparature është ajo, dhe tjetra, personi që i kryen këtë aparatur, a është i trajnuar apo jo. Megjithatë, unë shoh një problem të njerëzve që drejtohen drejt aparaturës, drejtohen drejt produktit, ndërkohë që duhet të drejtohen drejt mjekut. Drejt profesionist. Drejt mjekut, çfarë kam unë nevojë, apo çfarë shqetësimi kam unë dhe si mund ta korrigjojmë atë. Dhe patjetër që personi që të kryen procedurën duhet e para të jetë staf mjekësor dhe duhet kontrollohen licencat të varura në mur, jo ato trajnimet një ditore, për trajnime një ditore pastaj ka pa fund, por ato nuk të bëjnë mjek dhe pyetet për eksperiencën në lidhje me procedurën, pyetet për riskjet, për benefitet, pra informohet. Informimi është patjetër hapi i parë, nuk është diçka e thjeshtë, kemi të bëjmë drejt për drejt me shëndetin ton, mund ndodhi një infekcion apo gjithçka tjetër, besoj... Mund të ndodhin nga infekcioni bakterial, viral, deri në verbim, deri në humbje jete. Deri në verbim? Patjetër, po. Ka procedura nga alergjit. Procedura të rrezikshme. Që vërtet aty është shumë e nevojshme që mjeku të jetë me eksperiencë, të ketë kryer çdo trajnim të duhur. Shiko, e keqja mund të ndodhi aty ku ti nuk e pret. Kështu që patjetër duhet marrë një anamnezë e mirë për alergjit e mundshme që personi mund të ketë. Në fakt, në kulturën shqiptare, ne edhe kur drejtoheshim tek mjeku për paramarrjes së ndonjë injeksioni, kur na pyesin mos ke ndonjë alergji, thonim jo, sepse nuk kemi bërë një analizë paraprake që na tregon nëse kemi diçka. Nuk e bërë, por mund të kesh episode të mëparshme nga antibiotik, nga lëndë të ndryshme, që mund të jenë fatale nëse të bien sërish në kontakt. Pastaj, risku shtohet në procedurat që janë mini-invazive, që kërkojnë kushte steriliteti, dhe që normalisht duhet të kryen nga një staf mjekësor akoma më i lartë. Pra, nuk mundet tani një infermiere, një estetiste, apo kushdo të marri dhe të futi një shiring, një kanjul, apo të tjera, sonda për shembull kirurgjikale, sepse e ka parë, dhe sepse është trajnuar 2 ditë. Duhet pyetur sa eksperiencë ka ky person në kryerjen e procedurës. Shpesh herë ne joshemi nga çmimet. Pra, nëse një vend ka oferta të mira, ose të paktën promovuara ashtu si oferta, drejtohemi atje sepse kush nuk do donte një çmim më të mirë. Na tregon në një farë mënyrë çmimi i lirë, kjo oferta e përmendur shpesh, i cilësi më dobët ose një risk më të lartë? Shiko, në fund të ditës ai është një biznes në të cilën njerëzit kanë dalë për të fituar. Nuk kanë dalë për t'u bërë nder njerëzve duke ofruar çmime më të lira. Kështu që në këtë sens, patjetër që ato ofertat bombastike, gjëra të tilla, kanë një problem nga pas. Por nga ana tjetër më duhet të shtoj që edhe aty ku çmimet janë të shtrenjta, jo domosdoshmërisht ruhet cilësia. Kështu që duhet investiguar. Okej, pra duhet parë paraprakisht ku po shkon dhe ku po drejtohesh për të marrë këto shërbime. Ndërkohë që unë do doja të ndalesha pak tek disa këshilla nga ju si profesioniste e kësaj fushë. Do doja fillimisht përmendim cilat janë disa prej shërbimeve që kërkohen më shpesh dhe nga ana tjetër çfarë do t'i këshillonit vajzave që ndjehen të pasigurta për pamjen e tyre dhe që kërkojnë zgjidhje.
shohim herë pas herë që një vajzë për shkak të pasigurive apo për ta bërë veten të ndihet pak më mirë, fillon me ndërhyrjen e parë, pastaj vazhdon tek e dyta derisa arrin në një pikë që nuk di të ndalet më. Çfarë do t'i këshillonit? E para, duhet të kenë më shumë vetbesim, përtej pamjes së jashtme. Aftësitë e tyre si individ janë më të rëndësishme se sa pamja e jashtme. Më duhet ta them këtë, sepse shikoj vajza shumë të vogla dhe emocionalisht të brishta, të cilat drejtohen për të ndryshuar tiparet e tyre, por kjo gjë nuk do të ta bëjë jetën më të mirë në fund të ditës. Ti do jesh prap ti. Kështu që në këtë drejtim duaj që të bëhen të kenë më shumë vetbesim tek vetja e tyre. E parë punës. E dyta, jam për harmonizimin e tipareve. Okej. Por kurse si për transformimin e tipareve. Dhe e treta dhe më e rëndësishmja është një lëkurë e pastër, e kuruar, flet shumë më shumë se sa një palë buzë voluminoze. Dhe më besoj që kam bërë buzë pa fund dhe procedurat të tjera, por nëse nuk rinë në një lëkurë të pastër, nuk kanë vëmendjen e duhur, do të thoja. Ju e përmendët që jeni për harmonizimin e tipareve, jo për këtë transformimin që shpeshherë e shohim. Dhe fatmirësisht dhe trendet kanë ndryshuar, janë drejtuar tek harmonizimi. Dhe këtë e kemi parë për gjatë viteve të fundit paktën, është bërë goxha e përhapur gjërësisht. Por në momentin që një vajzë nuk di të ndaloj, pra i duket që do të duket më e këndshme nëse vazhdon edhe i transformon tiparet e saj. Duhet jetë mjeku që t'i thoj stop? Dhe me vullnetin e ti si një profesionist dhe një misionar në këtë fushë të vendos që të mos bëjmë ndërhyrje, pra mos ta shohim më në një aspekt ekonomik, por këtë herë të veproj ndryshe. Në fakt, mjeku duhet ta shikojë çdo herë ashtu. Pra, nuk mund të bëj procedura sepse të shofi në anën e biznesit, por duhet të këshilloj atë që vërtet nevojitet. Kështu që patjetër që mjeku thot jo, dhe mund ta thot gjithmonë jon. Unë për këtë përpiqem në përgjithësi të edukoj njerëzit, të kërkojnë opinionin e profesionistit për çfarë ka nevojë dhe të dëgjojnë fjalën e tij. Pra, nuk jam për të zgjedhur procedurat pacienti apo klienti, për të zgjedhur sasit, volumet, por të kërkoj opinionin e atij që është specializuar për këtë gjë, sepse ka raporte në fytyrë. Ka raporte matematikore, se si duhet jenë të harmonizuara tiparet me njëra tjetrën. Kur mund të bëjmë botox? Në çfarë moshe? Shiko, nuk ka një mosh të caktuar. Ne përgjithsisht themi atëherë kur rudhat kanë filluar të instalohen në gjendje qetësie. Pra, ai është momenti i parë që ti kryesh në mënyrë të tillë që të parandalosh instalimin e plot në gjendje qetësie të rudhave në zonat dinamike, pra që janë në lëvizje. Dhe një pyetje të fundit kam, doktoresh. Cilat janë disa prej shërbimeve që nuk do t'i, ose do thoje është një jo e madhe veçanërisht në moshat të reja? Se ne shohim që vajzat kanë patjetër tendencën që duken perfekte. Jo vetëm vajzat, po edhe djemt rast pas rasti, po tek gjinia femërore është paksa më e përhapur, sepse janë gjithmonë më të kujdesshme për pamjen e tyre. Por cilat janë tre ndërhyrjet që ju nuk do t'i rekomandonit, sidomos në një moshë të hershme teksa jemi tek të 20-tat? Shiko, nuk do doja të thoja kjo apo ajo procedurë, por në përgjithësi janë procedura të cilat nuk kanë kthim pas. Që do të thotë një ndryshim i cili është afatgjat dhe më vonë mund të pendohesh për të. Një që unë mund të përmend është bukalektomia, heqja e dhjamit në pjesën e faqeve për të bërë definimin e mollzave. Unë për shembull jam kundër kësaj procedure. Është invazive? Është invazive. Jam kundër kësaj procedure. Ato faqet e mbushura kanë lezetin e tyre në të 20-tat. Dhe portreti i gruas, se duhet të shohësh pak procesin se si evolon dhe maturohet, se nuk duhet përmend fjalën plakje, po të shohësh procesin se si maturohet fytyra e një gruaje, mollzat theksohen, dhjami bukal paksohet. Kështu që pas disa vitesh mund të kërkosh që ta kesh
atë. Pra, e përmenda këtë si një shembull, sepse ka njerëz për shembull që kanë faqe shumë masive dhe patjetër duan të bëjnë një konturim. Por për ato që nuk kanë një diferencë kaq të madhe, nuk kanë pse i nënshtrohen një procedure që është e parikthyer, apo Fox Eye, apo procedura që janë trend i momentit. Dhe të gjejmë gjithmonë këshillën e mjekut dhe nga aty të nisim dhe të nisim pikërisht të përmirësime për të ndjerë më mirë me veten. Doktore Silvana, të falenderoj shumë që ishe me mua në studion e Start. Shumë kënaqësi për mua. Dhe të uroj një fundjavë të mbar, se jemi prag fundjavë.